Fundjava do të karakterizohet me kushte atmosferike kryesisht të qëndrueshme në të gjithë vendin. Moti pritet të jetë i kthjellët me kalime dhe vranësira të lehta. Në orët e mëngjesit dhe të mbrëmjes, mjegulla do të jetë e pranishme kryesisht në zonat luginore. Për fundjavën dhe fillimjavën, vendi ynë parashikohet të ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, si rezultati i depërtimit të masave ajrore me origjinë veriperëndimore të ftohta dhe të thata. Moti parashikohet të jetë i kthjellët dhe vranësira të pakta kalimtare në orët e mesditës, kryesisht përgjatë relieveve malore. Era do të frymë nga kuadrati i veriut me shpejtësi 5 metra për sekond, duke bërë që valëzimi në dete të jetë i forcës 1 deri në 2 ballë. Sipas shërbimit meteorologjik ushtarak, java që do vi parashikohet me përkesim të motit. Prezenca e rreshjeve të shiut ditën e martë do të jetë pas orëve të mesditës, fillimisht në jug e më pas në pjesën tjetër të territorit. Rreshjet parashikohet të jenë me intensitet të ulët, ndërsa përgjatë relieveve malore hera-herës në formën e shtrëngatave afat shkurtra. Era do të fryjë nga drejtimi i veriut, ndërsa në det pritet vallëzim i lehtë me forcë 1 ball. Meteorologët rekomandojnë kujdes gjatë lëvizjes në zonat me mjegull.